mami, se ke mund të kropa, hec. Bravo, mami! O goca, ndërkohë që bëj që ka outfit që shumë një bëj, kam veshur një bluzë të tjerë basic të zezë, kam veshur një shkunder, dhe këto, dhe jeta që do marrë aty në këtu kemi Amarilise, këtu kemi baba Amarildo, edhe këtu kemi Arlusin. Arli. Pas ka zhyrat mira, zhyrat bukura, këtë tortën këtu gjithmonë e vi kana, pas kemi tort tjetër, këtu një tort tjetër. Mund t'i themi lam të mirë dietës, do më thënë Angela ti mos e shiko këtë video, se kjo video shumë bukur. Dhe këtu pastaj është si servis që mund të marrë vetë antipasti, gjura. Ne nuk kemi marrë asnjë gjë nga këto këtu, se ne hajmë në mënyrën alla shqiptarçe. Harrova t'ju thosha njerëz që pjatja parë erdhi, unë mora njoki, Arli mori atë që unë mora ndreket, Amarildo me ca duket ka marrë tagliatelle ragu, Amarili si mori pasta in bianco atë që mori Arli, edhe po hajmë. Edhe morëm mish prap, si ndreket, se Amarildo si pëlqevi shumë. Unë jam plot, me thënë drejtën, duhet vetë të marrë vetëm një copë tortë edhe. Kemi ardhur tek zona e lodës dhe salla e lodrave, edhe po lozim, po ngjyrosin, po loz dhe çik baba Amarildo. Arli? Piano, Piano. Mami contro Babi, Babi 3 punti, mamma 1 punto. 2 punti per mamma. Guys, losni se shumë. Tanta duri. Në babi, këtë babi. Tanta duri atem, tanti auguri atem. Perché te vuoi dare la torta domani, la torta? Tanta duri Ali, tanti auguri a te, babbo! O drit, o jek! Do ta bëjmë tortën të shtëpia me spagmet. Ma non possiamo fare qualcosa. Ja kam bërë ato të hotelit surprizë, nesër. È vero? Che sorpresa gli abbiamo? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime zemra ime. Shumurime për ty. Mirëmëngjesi, guys. Anut. Ati kemi baba Amarildo me Amin. Këtu jam unë me Arli. Tani do ngrihemi zhurat 8:30, 8:40. Do kemi bëjmë mëngjes. Do i të marrë mëngjesin, kafe dhe do gjithem në vonë, se Arli dhe Ami janë në zhurë. Kam ardhur të marrë kafet. Për jashta ka filluar bora, që kështu Amarildo më thot, hajde, hikim, se do na zej bora këtu, hajde. Do bëjmë një dy foto, një dy video, tani besoj se s'do ketë shumë njerëz. Si që thash, nuk ka shumë njerëz, dhe unë sot do zjes 3 këto, që s'kam ndenjur fare. Që të një qikë se për jashta bje dëbor, edhe ka avull të pëparë.
Edhe unë jam në kostum, është shumë ftohtë. Amarito është larg më të mirë, ne na rri pak këtu, është shumë bukur për jashtë 7 orë edhe sa më njerëz ka filluar dhe bora. Sa bukur. Po vjen të borë. Do thoni ju ku do ikim. Do ikin ama i do të paguaj. E gati. Bjetë borë njerëz, shkojnë. Shkojnë. Po bjetë borë. Hey guys! Ne në fund jemi në shtëpinë tonë. Edhe kaluam shumë bukur. Nëse doni të dini për më shumë për udhëtimin tonë, më thoni në këtë video që do publikoj, që të bëj një video da parte që t'ju shpjegoj çdo gjë që kur vajtëm, ngrënjat, çmimet, gjitha më radhë. Okej, diku këtu ne duam të themi mirupafshim. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim të shkurtër. Shumë puthje, mos harroni mbi gjitha like, subscribe dhe ndisni zile. Bye! Guys, kemi ardhur diku nga ora 11 në shtëpi. Edhe jemi shumë të lodhur, të qetësuar, të relaksuar, por ajo ndjesia të lodhur duam vetëm të flem. Dhe është ditëlindja e Arlit, tani për pak do të shkojmë të marrim tortën, do t'i këndojmë, neve prisnim një pako nga Meli, nga teta Meli. Nuk ka ardhur akoma, por pa merak, sepse të gjitha ato që çka teta Meli ka futur aty brenda, por nuk ja bërën dot sot Arlit të gjithë dekoret, sepse ja kishte dhuruar ajo, donte që t'ja dhuronte ajo. Do t'ja bëjmë në një moment të dytë. Se kur, nuk e di, por që do t'i bëj dhe do t'ja abgjyroj. Por gjithsesi, udhëtimi që bërëm ishte pikërisht për ditëlindjen e Arlit, që kështu nuk është se ngeli pa gjë. Edhe tullumbacat e gjitha këto dhe gjitha dhuratat që teta Meli ka vendosur atje brenda, do t'ja u tregojmë dhe do t'i bëjmë në një vlog tjetër. Pastaj mos harroni që një nga lajmet e tjera që duhet t'ju them është në datën 5 fillojmë nesër. Fillon puna e Amar Lile Studio dhe ju mundet të bëni porositë e juaja. Edhe në datën 7 filloj në punën tjetër time që kam pas para 3-4 vitesh, që kështu në një fabrikë këpucësh për Gucci-n. Që kështu do bëj 2 punë dhe dua që nëse më përpara doja që të më mirë kuptoni, tani duhet më super mirë kuptonin që se mbase punojmë ndonjë ditë ose kështu me postat. Por që do na ndihmojnë shumë baba Marildo me që do jetë në shtëpi. Që kështu goca, mos hezitoni të bëni ordinimin tuaj nga nesër. Unë do xhiroj edhe sot pjesën e tortës të Arlit dhe pastaj mendoj ta hedh këtë video nesër ose pas nesër, nuk e di. Por tani e keni gja një video të gjithë udhëtimit deri në një farë pike, pastaj kam ndar me gjithë këtë. Edhe këtu keni Arlit dhe babën që los. Ki çekwa? Është Arli me babën që los. Babi, si ishte udhëtimi, të pëlqevi? Ha? Të pëlqevi shumë. Do ta bëjmë prap. Duhet punojmë shumë fort që ta bëjmë. Do ta bëjmë prap. Ikim tore pizza. Kur thot jo Amarildo, do thot që do ta bëjmë. A mua nuk më pëlqen pizza. Atëherë, për sa i përket çmimeve, goca, duke menduar se është një vend të spa, benessere, është shumë mirë për mendimin tim, sepse që po të keni gjë, do të shkruani kushdo që të verë, do të shkruani që t'ja shpjegojnë apo harroj. po, Amarildo thotë që kush është interesuar që duhet vjen, duhet na shkruani. Shkruaj edhe ti apo Kur po gjoj u dyve. se mbaj mentora. Bëhesh lehtë më zemër. Çe thash? Qofse doni informacion, thash unë. Te u shpjegoj në një video të dytë. Po. Po mira, kjo ishte video e dytë, se një video u hodh.
Oh mio Dio. Gjithsesi ka drejt Amarildo. Povera Italia. Në qoftë se juve jeni të interesuar për më shumë informacione tek ai vendi atje, na thoni se më shkruani se do t'ju jap më shumë detaje. Mund të merrni më shumë shpjegime. Por ja u këshilloj. Unë si Alkede ja u këshilloj duke qenë se baballarët mund t'i lini tek lodrat ose në dhomë me fëmijët dhe ju mund të shkoni në spa. Kush e ka ditëlindjen? Kush e ka? Hajde të rëgoj e që këtë një torten. Sa dhe të rinë për jashta? Baba, ullë që ka të? Kush e ka të torten? Kush? Ma quanto è bello, Nietzsche! Nietzsche. Ti piace? Certo che gli piace. Guarda Spidey këtu che fa come Alex. Bravo, menina. La vuoi mettere la maschera? O Spidey! Spidey! A ka shumë më te? Kush e ka këte? Ami. Ali. Që një mbosh 3 anni. 3 anni. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Arli, tanti auguri a te. Forte. Bravo. Forte. Bravo! Hej, përshëndetje, ja ku jemi nga data 5 janar, si që patë mbrëm, i bëm Arlit një mini fest të voskël, duke qenë se ishim të lodhur nga udhëtimi, që i kishim bërë posaçërisht për ditëlindjen e Arlit, edhe na erdhën prindrit e mi, festuam aty me një tortë voskël me Spidermanin e kështu. Nuk na erdhën gjërat e teta Melit në kohë, do na vinë, kur na vinë do t'i bëjmë, t'ja u tregojmë, do t'i organizojmë. Dhe hapa kamerën sepse dua që t'ju tregoj pak market hullin. Kemi marrë fasule, nuk ka mama, kemi marrë brokoli, kemi marrë picete. Ma, merri pizzeta. Piceta do të marrë për shkollë. E po ullin. Kemi marrë ullin, djeks, ullin normal, djathë, pesto. Kemi marrë shumë kosa, ka koma aty, 3-4 kosa. Edhe tjetër kemi marrë wafer. Kemi marrë domate. Kemi marrë mikado, 2. Kemi marrë prosciutto, cotto, mendoj. Mish pule. Piadina. Kemi marrë djath prap. Do t'japin mami tani. Si, do t'japin tani. Kemi marrë brioche me fruta bosco, kosa koma. Kemi marrë tortini vogla. Hurm, kaki, si do, nuk e di si i quani juve. Kemi marrë kërpudha. Kemi marrë qika. Kemi marrë, Amarilet, mos të ngjoj me anë të fjale. Kastravec. Kemi marrë prap fasule, para. Banane. Qep, po prisja qepën sepse do bëj gjellë me patate. Kam bërë patate dhe i kam nxjerrë mishin edhe karrota dhe prap fasole. Ky ishte huli që kemi bërë për këto ditë dhe tani do i fillojmë punës të ndes gjellën sepse vajti shumë vonë. Mirëmëngjes. Edhe sot jemi zgjuar kështu.
Ka rënë të borë edhe unë përfituar nga rënë të dalë pak tani se është Arli dhe Ami gjumë, janë gjithë gjumë. Edhe thash dalë qik tani dhe s'ka dalë asnjë do të lagja jonë përveç një personave dhe është shumë bukur. Është data 6 janar dhe jemi me të borë kashtruar dhe është shumë bukur, shumë bukur. Të tregoj pak më bukur pamjen këto. Kam një zemër për të gjithë ju që më mbështesni dhe më doni dhe më suportoni, mos harroni të vazhdoni akoma të më suportoni. Unë ju dua shumë, së harroni të bëni një like, një subscribe dhe këtë zemër ja dedikoj gjithë juve që më mbështesni dhe nuk keni rishtër kurrë se më duari për alketën që jam. Është shumë bukur, mua më pëlqen shumë Dëbora, pasi është gjithçka e bardhë edhe gjithmonë lutem dhe i them Zotit që na pastroft nga çdo e keqe, nga çdo e ligë, pastroft gjithë ambientin, gjithë kudo që po bie dëbor, ne i bëv të gjithëve zemrën të bardhë, dëbor të bardhë, kështu.
pytet Litaria, në po shikoj bolen. Ma për ti që neve. Që neve perché è inverno. Ka të borë se është dimër, është ftohtë. Është sa butull, shikohet.